Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Studio 24 do të trajtojmë një temë që në fakt vjen nga futbolli, një tjetër skandal në futbollin shqiptar dhe sërish me rivalitetin mes dy ekipeve të vitit kaluar, pra Skënderbeut dhe Flamurtarit. Vjon rivaliteti edhe gjatë këtij viti, por që shoqëruar me një tjetër skandal të papar paktën në vitet e fundit, që ka të bëjë edhe me lënien e ndeshjes nga ekipi i Flamurtarit në shenjë proteste ndaj gjykimit të arbitrit. Gjithsesi do të mundohemi të flasim duke marrë shkas nga kjo ndeshje që me sa duket përfshin në brendësi të saj të gjitha fenomenet e futbollit shqiptar. Nis me njëherë me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Xhevdet Zeka, analist sportiv. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se Gjithashtu kam të ftuar Jetmir Halilaj, redaktori i gazetës Panorama Sport. Mirëmbrëma Jetmir, mirë se erdhe. Si gjithnjë, një sportdashës, Artan Hoxha, gazetari ynë dhe i emisionit të Xhungël. Mirëmbrëma Artan, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Si dhe zoti Aurel Pepa, redaktori Metropol Sport. Mirëmbrëma Aurel, mirë se erdhe. Gjithashtu nga Korça me ne do të jetë dhe rektori i Universitetit të Korçës, zoti Gjergji Mero, një tifoz mjaft i zjarrt i qytetit të Skënderbeut dhe ekipit të Skënderbeut. Mirëmbrëma zoti Mero, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Atëherë do të kemi mundësi të lidhemi më vonë me ju, por gjithsesi do të doja që fillimisht ta nisnim emisionin me materialin e ndeshjes, pikërisht që është cilësuar si skandal i radhës në futbollin shqiptar, ku përfshihen të gjitha, duhet thënë, arbitrimi skandaloz, dhuna, gjithashtu ndërprerja e ndeshjes, pra të gjitha fenomenet e futbollit shqiptar mund të gjeni në këtë ndeshje. Por le të ndjekim materialin e përgatitur dhe më pas rikthehemi. Ka degeneruar me një skandal të vërtet, polemika dhe akuza ndeshja e Kupës së Shqipërisë me Skënderbeut dhe Flamurtarit, e luajtur në stadiumin e Pogradecit. Ajo që u duk si një reklam për futbollin shqiptar për 76 minuta, u shndërrua sërish në një arenë baltosjeje për të. Goli avantazhi 2-1 për korçarët, i shënuar nga Bledi Shkëmbi, erdhi pas një pozicioni jashtëloje të Bratic dhe kjo shërbeu për rinisjen e një problemi jo të zakonshëm në futboll. Vlonjatët protestuan pasi një futbollist i Skënderbeut në momentin e goditjes së Shkëmbit ishte përpara portierit Spaho, duke i penguar rrezën. Ndërkohë, gardiani i ekipit vlonjat shkoi të protestonte tek ansori Ridigel Çokaj, i cili në ato çaste mori një gur në kokë duke u gjakosur. Kjo çoi në ndërprerjen e ndeshjes për të paktën 14 minuta, ndërsa drejtuesit e ekipit vlonjat kërkonin ndërprerjen përfundimtare të saj. Pasi policia zbrazi pjesën e stadiumit nga erdhi goditja, arbitrat vendosën të rifillonin sfidën, duke caktuar si anësor gjyqtarin e 4 Artan Taullaraj. Mëtej në fush nuk pati më futboll, pasi lojtarët e Flamurtarit pas urdhrave të marrë nga drejtuesit hapën portën, duke lejuar që korçarët të shënonin edhe 2 gola të tjerë me muzakën e plakun. Ko shojmë dhe trajneri Muça. Trajneri Muça që bën thirrje lojtarëve të tij lini fushën. Pas ndeshjes, shefi i klubit Flamurtari Geri Çipi tha se do të kërkohen 3 pikët në tavolinë, ndërkohë që trajneri i Skënderbeut Levi deklaroi se i vinte turp për sjelljen e kundërshtarit. Goditja e gjyqtarit mund të kishte çuar në ndërprerjen e ndeshjes. Megjithatë, në Gjermani, në ndeshjen St. Pauli Schalke të prillit 2011, takimi u ndërpre vetëm sepse gjyqtari ansor u godit me një gotë bire në kokë. Rikthehemi atëherë në studio, ndërkohë që do të keni mundësi të shikoni dhe të dyja golat e Skënderbeut, të pozicionet e tyre, gjithashtu dhe vendimet që ka marrë sot Komisioni Disiplinor në lidhje me këtë ndeshje. Po, do doja ta nisja me zotin Zeka fillimisht. Besoj e pat ndeshjen, janë dy ekipet më të mira të kampionatit dhe aty pat çdo lloj gjë që mund të shohësh në futbollin shqiptar. Ky është futbolli ynë? Në radhë parë të urojmë shërim gjyqtarit, i cili në krye detyrës dëmtohet, inshallah me sa pak dhimbje dhe rikthim të shpejt në fushën e vet. Aq më shumë që duhet të thënë që në momentin e golit ka anulluar golin. Dhe mos thot asnjëri që çfarë u bë, sepse gjyqtari është goditur se ka ngritur flamurin. Tu mbaron historia pjesës parë të gjyqtarit. Natyrisht që ka vite që ndeshja Skënderbeu Flamurtari në vend të kthehet si është, sepse ne paktën është folur që goli i dytë është quajtur i rregullt, jo se është anulluar. E ngriti Ansori, pastaj uli flamurin. Pra Ansori ka ngritur flamurin, pastaj ka ulur. Pra ju po thoni që, sepse këtë detaj nuk e dim, ju po thoni që nën presionin e tifozërisë goli është i rregullt. I urojmë shërim të shkuar, po gjyqtari Ansor ka ngritur flamurin dhe ka ulur më njëherë, sepse kryesori e ka parë, po ka drejtuar dorë nga qendra. Në momentin që kryesori merr vendimin, nuk ka më kohë që Ansori veprojë.
Dhe mendoj që shkaku ky është. Në këtë moment është goditur se ka ngritur flamurin. Këtu mbaron historia. S'ka armik të klasës, nuk ka ardhur DB-ja, s'ka ardhur CIA, s'ka ardhur FBI-ja, asnjëri. Armikun e kemi disner. Por do të thoshja që dhimbja është më e madhe që një futboll dhe një ndeshje kaq e bukur. E prisnim të gjithë. Natyrisht unë bllokova në darkë që nuk shkova dot. E kam parë në televizion, por që tani kur shikojmë Skënderbeu Flamurtari mendojmë luftë, humbet futbolli. Por unë do të thoshja që kriza apo skandali është më i madh se brenda fushës, më i madh, e ka burimin te vetë kjo pjesë e Federatës Shqiptare e quajtur Asambleje e Përgjithshme. Të rregulloret që kanë vënë vetë kjo pjesë e presidentëve të klubeve, që shkojnë në asambleje dhe votojnë. Që shkojnë në asambleje dhe kanë kaq vite dhe nuk na ka dhënë tash Pius Aurelin në mënyrë të prerë. Nëse ka të tilla goditje gjyqtari. Si është në rregullore? Nuk ekziston fiks që po godit gjyqtari, se po përmendim botën e gjithë të kohë, po përmendim Romën, po përmendim ndeshjen e Gjermanisë, e tjera. Në fakt edhe kanë të taksative. U gjut gjyqtari, nuk duhet që të shtrihet tokë të vdes gjyqtari të ndërpritet ndeshja, nuk duhet të vritet 70 veta si andej, po ndërpritet ndeshja. Kur kanë ngrit dorën që kanë votuar për komisionet e federatës, janë po këta president. Të gjithë që ankohen. Të gjithë ankohen tani. Se kur vjen atje, nuk kanë mendjen të dëgjojnë, të ngrinë rregullore, të duan futbollin, të ndërtojnë futbollin. Janë këta president dhe këta sekretar klubesh që vjen me mandat për futbollin, por nuk flasin për futbollin në asamble dhe kërkojnë t'ua bëjmë ne nëpër studio. Dhimbja tani, ndeshja është më shumë se skandal në organizim, nuk është rasti i parë që ndodh në këtë ndeshje dhe për këtë duheshin masa absolute. Javën e kaluar në studio kam thënë, është krim që edhe një qytet që na mbush stadiumin si Skënderbeu të goditet dhe të largohet tifozë. Ne duam tifozë, ne duam lajmin, nuk duam vetëm të keqen, pavarësisht se Jetmiri do thotë që mua lajm është lajm i keq shpeshherë, më shitet gazeta. Por neve po humbasim tifozët po ne po na boshatisë stadiumi. Skënderbeu mbi 7000 spektator çdo ndeshje. Kush nuk do ta donte këtë gjë? Skënderbeu ofron cilësi si vjet. Nuk është më si 3 vjet më përpara. Është skuadër shumë e mirë. Kush do ta dojë që të dënohet? E kupton çfarë humbje ka të gjitha? Unë do ta mbyllja me këtë fjalë. Për të rregulluar këtë gjë është shumë e madhe plaga. Është plagë institucionale, plagë në marrëveshje me policinë, plagë me arbitrat, që të cilët minimalisht një deklaratë nuk bën. Në aspektin e minit u ngritën të gjithë çfarë thanë, çfarë s'bën, çfarë s'bën. Është më keq kjo sistem. U ngritën pasi doli, pasi u kërkoi media, u imponoi media, nuk është se u ngritën atëherë. Po jo, se në këtë rast do doja që ta sqaroja me Jetmirin. Zoti Zeka tha që arbitri e ka ngritur flamurin për offside, më pas presioni i tifozëve ka bërë që jo vendimi i gjyqtarit kryesor, sepse kemi një gol aty që është pretendimi i vlonjatëve. Tepër skandaloz që do kemi mund ta shohim. Unë e kam ndjekur ndeshjen nga televizioni, nuk e kam parë pjesën kur arbitri ka ngritur. Ky është pretendimi i shefit klubit të Flamurtarit më njëherë pas ndeshjes, tha që arbitri e tha më mbrapa dhe lojtarët e Flamurtarit, po Geri Çipi tha që arbitri u godit dhe u dhunua për shkak se ngriti flamurin por ta anuluar golin. Realisht nuk e kam parë. Unë nuk e kam parë dhe deri këtu për mua mbetet pretendimi. Okej, është tjetër gjë që ishte offside, po flasim por e ngriti flamurin arbitri apo jo dhe au godit për këtë. Unë nuk e kam parë këtë gjë, deri tani mbetet në kuadrin e pretendimit të skuadrës vlonjate. Çështja është që çfarë do të ndodhte më mbrapa. U godit arbitrin në krye detyrës, nuk ishte më në gjendje ta vazhdonte ai, domthonë të rikthejë në pozicionin e vet, u gjakos dhe në gjykimin tim duhet ishte ndërprerë ndeshja. Sepse është gjë më normale që do të ndodhte. Në momentin që ne nuk presim që të vdesë arbitri në fushë dhe pastaj të ndërpritet ndeshja. Ai u gjakos, e la vendin e punës, nuk ishte në gjendje të vazhdonte më, mbyllet ndeshja aty. Plus që kemi pasur dhe precedent tjerë kur është goditur arbitri, ka qenë po një rast kur ka qenë Skënderbeu në fushë, Gramozi Skënderbeu u godit arbitri, u mbyll ndeshja. Nuk u godit, u hodhën gura në fushë, afër. U mbyll ndeshja, mori fitoren në tavolinë Skënderbeu. Dhe mbaron filmi. Tani çfarë do presim që të masakrohet arbitri në fushë edhe të mbyllet ndeshja edhe të s'ka. E përmendi edhe në kronik gazetarja që rastin në Gjermani u hodh një gotë plastike birre që e kapi arbitrin në shpatull dhe u ndërprer ndeshja, ishte minuta 89-87 domethënë. Mbaroi filmin. Kishte mbetur vetëm 2 minuta, po. Me mbajmë. Zoti Pepa, si u duket këtë rast, pak të për ta sqaruar çfarë ka ndodhur me Ansorin, e ka ngritur apo jo flamurin? Ne ka ngritur se janë kontradiktore. Edhe neve kështu na është raportuar vetëm nga Vlora.
pretendon klubi Flamurtarit. Është një ndeshje e cila nga që pati për momentin atë një ecuri në shumë aspekte, gazetarët një pjesë u përqendruan tek festimet e protestat dhe është një moment i cili nuk është kapur nga kamerat që mund të shikojmë. Dhe nga të pranishmi në stadium, disa thonë kështu, disa thonë ashtu, nuk mund të vërtetohet 100%. Pak rëndësi ka kjo, sepse aty ka një gjyqtar kryesor. Në moment që gjyqtari kryesor merr vendimin, u ngrit flamuri, ai e quajti gol. Ka rëndësi. Një minutë, jo, dua të them në këtë aspekt. Ai nuk ishte gol, gjithë e pam, kush di nga futbolli që ai gol duhet anulluar dhe mund ta anullon dhe një gjyqtar amator, jo ata gjyqtarë që me stadionin janë gjyqtarë që këtë vit kanë marrë dhe semën e FIFA-s. Domethënë janë nga gjyqtarë që presupozojnë nga më të mirët që kemi. Ai nuk ishte gol. Rëndësi në këtë moment ka që u godit gjyqtari. Për çfarë do lloj arsye gjyqtari u godit. Dhe në momentin që goditet një zyrtar, jo gjyqtari, po dhe një lojtar në stol, në bankinë, një masazhatori goditet, duhet ndërpritet, sepse nuk do ta rëmë gjë, është një lojë. Është një lojë futbolli. Dhe bëhet fjalë jo vetëm një lojë, pavarësisht se luajë Skënderbeu me Flamurtarin që kanë një vitet e fundit një rivalitet. Ajo është ndeshja e parë e një turi të kupës, për të cilën në këtë vit nuk është me eliminim direkt, por do luajnë 6 ndeshje, 4 skuadra me njëra tjetrën. Domethënë është një ndeshje pa shumë rëndësi. Domethënë nëse ne kemi një problem të tillë në një ndeshje të tillë, atëherë në fund kampionat luhet për titullin ose kur në finalen e kupës, çfarë do bëjmë? Duhet thrasim gjithë forcat speciale të Shqipërisë mblidhen aty. Këto gjëra në botë janë me rregullore. Duhet dalë atë thadë. Po pra. Klubet kanë një problem në këtë mes, sepse meqense shumica e klubeve janë vetë problematike në raste të ndryshme, Flamurtari që ankohet sot para 2 vjetësh, vetë presidenti Flamurtarit ka hyrë në fushë, ka vajtur tek gjyqtari, gjithë mbaj mend. Dhe më përpara dhe klubet, atëherë kanë qenë viktima klube të tjera. Para shumë vitesh, para 3-4 vjetësh Skënderbeu ka qenë një nga viktimat, gjithë mbaj mend, që Skënderbeun e kanë hedhur nga kategoria dhe kur ka qenë 15 pikë mbi të tjerat, kanë shpikur sistemi play-outi, play-offi, thjesht për të qëndruar atje për të rënë Skënderbeu. Tani Skënderbeu u fuqizua nga ana e drejtuesve dhe nuk është më viktima, ankohen të tjerët që janë viktimat. Tutje me rregulla të qarta. Në një kampionat si yni, që ka problematik, është absurde që të mos shkruhet në rregullore në mënyrë të qartë se si duhet interpretohen disa raste, që mos i lihet në dorë jo me gjyqtarit, aty u bë më tepër parodia ishte në këtë aspekt, që aty u mor vendimi nga Tirana. Gjithë e pam dhe me sa jemi informuar nga gazetarët që kanë qenë terren, vendimi është marrë me telefon nga federata, nuk mund vëngishin për kë, nga sektori garave, nga dikush më lart a më poshtë, por vendimi nuk është marrë fare as nga gjyqtari për të vazhduar ndeshja, as nga delegati i ndeshjes, por është marrë nga Tirana. Nuk e ka fajë Skënderbeu. Jo, nuk është. Jo, po akuzoj Skënderbeu. Ka fajë Skënderbeu, por organizator rregullori është qartë. Ama Skënderbeu në këtë rast, nuk duhet dhe unë jam dakord me atë që është justifikuar me që doli një idiot hodhi një gur. Duam s'duam, ai idioti është tek pjesa e atyre tifozëve tu, do mbash përgjegjësitë. Kështu është rregullore e lojës. Sepse edhe nesër do dalë një idiot pa ofenduar në Tiranë, në Laça, në Shkodër, do edhe një gur, atëherë çfarë do themi? Në qartë, përgjegjësia e mbetet klubit, po. Po përgjegjësia e mbetet organizatorit. Tani, para se të kalojmë te zoti Mero, po. Së pari, informacionet që ke, çfarë ishte rasti në fjalë, ngriti flamurin, nuk e ngriti flamurin, se ka rëndësi për të kuptuar. Paska ishte offside i dukshëm. Po pikërisht pra, nëse është një offside kaq i dukshëm, atëherë del rezulton që mund të jetë i qëllimshëm vendimi. Bashkojmë atë që tha Aureli pak më, nuk ka shumë rëndësi gjesti që bëri arbitri. Do të ansori në ato momente. Duhet ta nisim nga ajo që është me rënë dhe e cila është pasoja. Dhe kur përsëritet kaq shpesh, e mbyllun vitin me një situatë të tillë, me një situatë shkëmbim zjarri në Laç, edhe nisim prapë në Pogradec. Tani thjesht në Shqipëri ka ngelur, domethënë ne duhet shikojmë ato kronikat, cili stadium ka ngelur pa patur një incident të tillë dhe cila skuadër ose cili arbitër. Unë do të isha kurioz, domethënë, dhe kot më shkoj mendje tani që janë një 2-3 fotografë sportiv që merren që i ndjekin këto ndeshjet. Ata fare mirë mund bëjnë një ekspozitë që do të jetë shumë e ndjekur për mendimin tim, me të gjithë jo me dhunë, por me gjithë arbitrat që janë goditur në Shqipëri dhe mund të ketë çdo pjesë të trupit njeriu që e një arbitër shqiptar që është goditur. Ke të fashuar, të pafashuar, të rrahur, të masakruar, të gjitha llojet. Domethënë, imazhi që perceptohet në atë ndeshje, që shikon publiku nga ajo ndeshje, është shumë e rëndë,
shumë më e rëndë nga ajo çka ndodhur në të vërtetë. Dhe ne e mbyllëm vitin në atë situatë dhe e nisim vitin në këtë situatë, nuk ka aq më tepër përmendë pak më parë, është një ndeshje, është ndeshja e parë e 6 ndeshjeve të një grupi. Pra, nuk ka asnjë, edhe sikur të rrifej ta humbte ndeshjen. Korça mund shkonte në Vlorë ta rrifte Vlorë. Nuk është ndeshje determinante që se s'bën duhet ndodhte, pavarësisht inatit që kanë. Aq më tepër që ishte në një fushë asnjancë, sepse nuk po luajnë Korçë, ndeshja luajnë në Pogradec. Dhe me sa jam mundi ndjeni, Komisariati i Pogradecit, policia të paktën i kishte marrë gjitha masat që ndeshja për pjesën e vet ambulante. Tani në situata të tilla kur ndeshja acarohet për shkak të detajeve. Detajet në rastin konkret është arbitri ose gjykimi. Dhe gjykimi këtë radhë i shkon pikërisht më të fortit, atë që tham pak më parë. Nëse para 3-4 vitesh, sinqerisht më vite keq se Beun, se ka patur një skuadër që gjithmonë kishte një mënyrë të veçantë të luajturit të futbollit. Dhe lejon të çdo skuadër të luante përballë saj. Atë ku flasim ka qenë me trajnimin e Riosën, ka qenë gati në vend 4 dhe raja kategoria domethënë. Me atrapazllëqe në zorë. Sezonin shumë mirë. Tani Skënderbeu është bërë vërtet Skënderbeu. Dhe kemi një problem të madh. Domethënë kemi një, për mendimin tim, një president federate në mandatin e tretë, që i ka konsumuar të gjitha. Dhe nuk ka qa bën më me gjitha ta është mik e shok, ku t'ja prishje, ku t'ja ndreqje. Kemi një president Skënderbeut, gjithë e dim. Unë nuk besoj që është efekti i pjesë energjike që ata korçarë bën aq agresiv, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të shikosh një ndeshje të Skënderbeut në atë stadium. Aq më i miri për mendimin tim që kemi në Shqipëri, me tifozërinë, domethënë më maksimale që mund të ketë një stadium në Shqipëri, të Katandisë tani pikërisht stadiumi me numrin më të madh të tifozëve të Katandisë në këtë farfe. Dhe kur e zbres nga kreu i federatës dhe poshtë, imagjinoni si shkon struktura, domethënë, po sikur fillojnë për 2-3 javë fillojnë ndeshjet e kategorisë 2 të kategorisë 3. Ditë çfarë mund të bëhet atje kur luaj me Maliaj me Kërcyrën atje? Ku ka zot atje që mund ta nxjerrë të gjallë arbitrin. Kur bëhet në ndeshjen e Superligës, domethënë në një derbi, të monitoruar, të ndjekur. Ka qenë kupe ndeshja e parë e sezonit, domethënë jo flas të Superligës, sepse janë skuadra të dyja janë skuadra e lirë. Dy ekipet më të mira të vitit kaluar. I ndodh Korçës pikërisht në momentin kur ajo sa e ka marrë vetëm në kampionat, është vend vërtet pretendente, kur presidenti vet ka harxuar edhe gjithë klubi, sepse nuk është vetëm thjesht presidenti, po gjithë organizimi që ka i klub është model, janë hedhur gjithë ato miliona para, është bërë gjitha investim dhe të shkojë dëm tani për një se s'bën se duhet ta fitojmë këtë ndeshje. Një sekondë zoti Zeka, meqense një nga tifozët le të themi të shkëlqyer të Skënderbeut është dhe profesor Gjergji Mero, rektori i universitetit. Zoti Mero, së pari keni qenë në atë ndeshje, ishit në stadium? Po, unë në radhë parë dua t'ju falenderoj për ftesën që më është bërë dhe sot këtu jam në rolin e një sportdashti të Skënderbeut, një sportdashti që e ka ndjekur prej vitesh, jo vetëm në Korçë, por dhe jashtë Korçës Skënderbeun. Atë ditë kam qenë në stadium. Jam përgjithsisht dakord me diskutimet tuaja, por disa gjëra nuk qëndrojnë ashtu, sipas mendimit tim gjithmonë. Ka qenë e para ndeshje gjatë 2-3 viteve midis Skënderbeut dhe Flamurtarit që ka qenë fair play, që në fillim dhe deri në fund. Ka qenë një ndeshje e bukur dhe gjatë gjithë ndeshjes, përjashto pjesën e fundit kur degradoi në atë mënyrë jo të këndshme, ndeshja ka qenë një nga ndeshjet që ne kemi duartokitur dhe edhe pjesë e parë që ne ishim disavantazh, ka qenë një lojë mjaft e bukur dhe lojtarët deri në fund janë përqafuar dhe janë përshëndetur me njëri tjetrin. Po ashtu dhe midis zyrtarëve të dy klubeve. Ajo që atë ditë nuk shkoi dhe ishte një episod mjaft i shëmtuar, unë jam dakord me ju, nuk i takon Korçës, as sportdashëve të Korçës, as ne që e ndjekim dhe e mbështesim ekipin korçar, bile kemi mbetur të ofenduar dhe të thyer nga ai gjest që ndodhi, që të bënte atë goditje ndaj gjyqtarëve. Nuk u godit një gjyqtar, u godit futbolli shqiptar, u godit imazhi i bukur që po krijonte Skënderbeu me mbështetjen që i jep një sportdashtit, me një mbështetje që mjaft madhe që jep presidenti i klubit, që unë gjithmonë e kam falenderuar radhë gjën njerëz si Agim Zeqoja që të verë në dispozicion jo vetëm anën monetare, por edhe punën e tij, mundin dhe përkushtimin për të mbështetur këtë ekip
dhe ky imazh i bukur që po krijonte Skënderbeu vjen dhe prishet një ditë të bukur, një ndeshje të bukur nga një njeri i cili nuk mund të thuash se ai ishte që e prishit gjithën këtë, por fakti është që u godit gjyqtari dhe për këtë ne s'kemi ç'themi. Zoti Mero, megjithatë, për sa i përket rastit të golit, çfarë mund të themi? Goli i dytë dhe arbitri ansor si ka vepruar sipas jush? Ishte e ngriti flamurin apo jo? Se ne ende nuk e kemi të qartë. Unë nuk pajtohem me mendimin e disa specialistëve aty që u ngrit flamuri. Ate versione thanë vlonjatët unë isha në tribunë dhe mbrapa kisha Gjeri Çipi dhe i mikun tim nga Vlora, të cilën mbasi ndodhi incidenti thanë u godit sepse u ngrit flamuri. Unë nuk pash asun asnjëri të kishte ngritur flamuri. Pra e ka quajtur golin e rregullt. Rëndësia më e madhe dhe ajo që ne na erdhi keq është po gjyqtari e quajti direkt golin e rregullt, ndoshta nga pamjet filmike dhe unë dyshoj tani. Por pse të kapemi te kjo pikë dhe nuk gjykojmë që gjyqtari 5 minuta më parë nuk dha një penallti të pastër për Skënderbeun dhe nuk pati asnjë reagim as nga stafi, as nga Stoli, as nga sportdashtit, përveç se një vendim që gjyqtari për mua ashtu e gjykoi dhe nuk e dha atë penallti. Por unë jam koshient për një gjë, që në ndeshje të tilla të rëndësishme ndoshta duhen gjetur gjyqtar dhe më profesionist, sepse jo në pak raste gjatë asaj ndeshje gjyqtari gaboi për të dy rastet, edhe për të dy ekipet, dhe për Skënderbeun dhe për Flamurtarin, ndoshta dhe nga presioni i kësaj ndeshje e cila në media gjatë kohës para saj u fry shumë, sikur do të kishte tension edhe një garë të ashpër midis këtyre dy ekipeve. Ne po prisnim që pas kësaj ndeshje të zbuteshin tonet dhe ajo mëri në thonjza që ka pasur Korça me Vlorën dhe të afroheshim duke sepse kemi qenë qytete dhe jemi sportdashtë dhe shumë miq dhe nuk kishte pse çfarë të ndanim, tham që pas kësaj ndeshje ne do të bashkë me sportdashtit e Vlorës dhe ekipet do të miqësoheshim më shumë. Ky episod që ndodhi, nuk ndodhi thash edhe një herë midis ekipe, por ndodhi për mendimin tim, masa duhet ishin marrë edhe më të forta nga policia për të krijuar dhe për të mbajtur më në kontroll pjesën e tifozërisë, sepse nuk ka pse ndëshkohet një qytet i tërë, sepse në një rast episodik goditet gjyqtari dhe tani të dënohet 8 ndeshje fusha e Korçës, kur sportdashtit e saj kanë dhënë një mesazh shumë të mirë për të Shqipërinë të mbështesin futbollin. Unë pajtohem me mendimin e zotit Hoxha që atëre pse bëhet ky kampionat? Dënohet Korça, dënohet Laçi, dënohet Pogradeci, ka qenë i dënuar Berati. Ku është qëllimi i futbollit në Shqipëri? Nuk është qëllimi të lozim në fusha pa tifoza apo në fusha asnjëse apo të tjera gjëra. Të ndëshkohen fajtorët dhe ata që iniciojnë këto gjeste të tilla, të ndëshkohen ndoshta edhe klubi për marrje masash jo të mira për zhvillimin e ndeshjes, por nuk është qëllimi i futbollit të lozim pa tifoza. Çfarë arsye mund të ketë më të fortë se kjo që Korça deri tani ka qenë ashtu si thatë ju një nga qytetet më sportdashte dhe sapo vinte po e përcillte këtë edhe në qytete të tjera këtë mesazh dhe tani Korça të ndëshkohet. Ndëshkohen sportdashtit e zjarrtë dhe të mrekullueshëm korçar për një gest të tillë i cili për mua duhet dënuar. Duhet gjetur mënyra si duhet dënuar. Duhet vendosur rregullore më të forta, ashtu si tha zoti Zeka. Ne nuk mund të flasim me amatorizëm që duhesh e bërë kështu apo ashtu. Të zbatohet rregulloria dhe ajo rregullore vendoset nga drejtuesit e klubeve, nga federata. Dhe rregulloria të zbatohet një, ashtu si është shkruar. Jo si dëshiron njëri dhe tjetri. Jo si mendonte ekipi i Vlorës që duke lënë ndeshjen do të ndëshkohej. Ky është rregullore, e ka miratuar pjesë e miratimit. Nëse Zoti Mero, më dëgjoni, është zoti Aliraj që thotë... Po pra, po rregulloria thotë kështu, dënohet klubi me ndeshje... Ajo është rregulloria, e kanë ngritur dorën edhe drejtuesit e Skënderbeut kur e kanë miratuar ato, domethënë, atë lloj rregullore, që është propozuar nga klubet dhe është miratuar. Nuk ka ndalë një kundër rregullores aktuale. Tani ju lutem, tani kur rregulloria ju penalizon Juve apo një klub tjetër, ankoheni. Po kjo e kanë miratuar vetë drejtuesit, se më fal se po të referohem sikur të ishte pjesëtar i klubit, po në fakt, domethënë, kjo është ideja. E kanë miratuar ato rregullore, por nuk dhe sot ankohen të gjithë me radhë. Rregulloria jo. Po? Me sa e kam lexuar në media, gjatë këtyre ditëve, rregulloria thoshte mund të dënohet klubi deri në 2 milion lekë të reja dhe deri në 6 ndeshje. Pra nuk thoshte 8 ndeshje dhe pa lekë. Ka një ndryshim, ka një gjë edhe këtu zoti Mero, të ta shpjegoj. Ka një gjë edhe këtu. Së pari thuhet jo më pak se 6 ndeshje. Një. E dyta, të mos harrojmë që në muajin dhjetor ose para disa javësh
U ndryshuan rregulloret me një të rënd lapsit, një pjesë e rregullores së futbollit. Në dijenin time pa ndonjë propozim nga klubet dhe u ndryshua, askush nuk e di sot çfarë ndryshimesh janë bërë, paktën nuk është publikuar, ose nuk është dhënë as klubeve, as medias që ta publikojë. Duket është publikuar vetëm në një revistë të përmuajshme të federatës dhe asnjë drejtues klubi të superiores apo të kategorive tjera nuk doli, thoshte që zotëri, ç'është ky ndryshim rregulloresh, ç'është ky ndryshim rregullash loje në mes sezonit. Dhe sot është marrë një vendim që nuk e dim kujt i është referuar, rregullores së mbarshme, asaj që u miratua që në ver, apo rregullores së re që u ndryshua në dhjetor. Nëse e di njëri, më thonë. Ju referuam neneve, morëm vendimet sot, ju referuam neneve ku ishte bazuar Komisioni i Disiplinës dhe nuk korrespondonin me rregulloren e vjetër që kishim. Zoti Zeka, do të kthehemi po pas publicitetit, do të rikthehemi sërish me problematikën. Po mirë, pastaj. Okej. Rikthehemi sërish në studio duke folur pikërisht për ndeshjen Skënderbeu Flamurtari. Në fakt, në këtë moment do të shohim të dy golat për të kuptuar se si ka qenë dhe gjykimi, edhe pse u fol me qëndrime ndryshme nëse ka ngritur apo jo flamurin Ansori, ndërkohë që zoti Mero, si një nga personat që ka qenë në stadium, u shpreh me bindje që nuk ka patur një ngritje të flamurit nga Ansori, duke lënë të kuptohet që goli është shpallur i vlefshëm që nga Ansori, ndërkohë që do të shohim si kanë qenë pozicionet për të kuptuar në fundit edhe nëse gjykimi pavarësisht çfarë ka ndodhur ka qenë i drejtë apo jo. Së pari do të shohim golin e parë, ky është goli i parë i Skënderbeut dhe shikoni në momentin që gjuhet topi janë dy lojtarë të shkëputur para portës. Nuk janë të shkëputur, por Muzaki janë në rreze. Ndërhyn në trajektore përpiqet vë kokën. Kjo dënohet, nëse ata lojtarë ishin jashtë trajektorës topit, nuk ka asnjë problem. Ndërkohë shikoni pra hapësirën, këtu kemi pozicion krejtësisht të qartë upside dhe nuk besoj se ka nevojë për një gjykim. Xhirimin jap me xhirot nga duar. Ky është goli i parë që nuk është vënë diskutim fare, ë? Ky është goli i parë, ndërkohë që edhe këtu është quajtur gjithçka e rregullt. Ndërkohë që shikoni dy lojtarë para portierit që janë në rrezën e topit. Dhe Ansori është i pozicionuar shumë keq. Dhe Ansori është në pozicionin e tij, por gjithsesi duket që optimal, po pamjet janë qartë. Ky është goli për cilën as vlonjatët nuk kanë protestuar, por edhe këtu duket qartë që ka një pozicion tërësisht jashtë loje. Shikojmë golin e dytë që është akoma edhe më flagrant për të parë ndoshta ndër golat më të rrallë në historinë e futbollit, për cilët nuk është dhënë upside apo pozicion jashtë loje. Ndjekim regjia na ndihmon me golin e dytë të Skënderbeut për të kuptuar edhe gjykimin e arbitrave në fundit futbolli, pavarësisht se kemi të bëjmë me gabime njerëzore, por në këtë rast shikoni pra se sa përpara është lojtari i Skënderbeut, vetëm 2 metra afër portierit dhe topi kalon pikërisht tek ai lojtar, përpiqet madje ta godas dhe edhe në këtë rast nuk është dhënë upside pra apo pozicion jashtë loje. Ky ka qenë shikoni edhe një herë pozicionin se sa para është lojtari i Skënderbeut në krahasim me ato të lojtarëve të Vlorës me bluza të bardha. Besoj pamja janë qarta zoti Zeka, sepse duhet të flasim edhe për gjykimin. Nëse një arbitër nuk di të japë upside këtë rast, atëherë më mirë mos arbitrojë apo jo. Problemi këtu është shumë planësh.
Unë do të thosha për te përgjegjësisë së gjyqtarëve është dhe ai opinion që tha zoti Gjergji, që thamë gjithë. Ne na intereson që pse do dënohet një stadium të ikin tifozë. Jo, jemi gjithë bashkë. Jeni dakord me këtë arbitrim sepse gjyqtari nuk është vetëm kaq. Ju kujtoj një rast. Opinioni i dytë është që ishte i saktë, që kjo ndeshje do të përfundojë me probleme. E dinë gjithë shqiptarët. E dinë që do kish probleme. Problemi i shqiptarëve dhe joni që jemi më pranë futbollit pastaj, nuk do të ishte se do ndodhte në fushë nga lojtarët me lojtarë. Problemi është ke standardi, ke psikologjia që është edukuar, që kur shkosh luash me filan skuadër do të gjykojnë pro asaj skuadër, mbaroj. Biznesi. Lasim jeni në ekonominë e tregut, ku mbas skuadrës Skënderbeu, mbas skuadrës Flamurtari, mbas skuadrës Laçit, ka dhe një biznes ekonomik që shfrytëzon. Ka reklaman, ka të drejtën e televizive, ka shumë gjëra. Dhe në këtë rast nuk mund të përjashtohet fare përgjegjësia e gjyqtarëve. Absolutisht janë shkaktarët kryesor, sepse e diskutuan para në studio, nuk e thash unë, e tha Aureli, që më gjen një gjyqtar që nuk është rrahur në Shqipëri dhe vazhdojnë ta bëjnë me përkushtim, me kënaqësi atë ndeshje. Nuk ka njeri që nuk e di në Shqipëri që gjyqtarët, përveç rrogave, pagesave fikse që marrin, kanë ato beneficin mbrapa, një benefic i përfolur, i filmuar, i deklaruar, i dhënë, i bërë, korrupsion, pa korrupsion, çfarë emri ti vësh të duar. Pra, në fund fare do të vemi ke Barsoleta apo skeçi luftar pajis, po aq volli, ka faj. Tash Flamurtari thonë ju nuk reagojnë në ndeshjen në golin e parë offside. Ç'të reagoj kur e di shumë mirë që bëj çfarë të duash gjyqtari, se ka ndodhur në Tiranë, gol nga 2 metra jashtë. Ka ndodhur kudo në këto, pra vetë skuadra është bindur që kur të vemi këtu do ta fillojmë, le të bëhet gol i offside, le të bëj çfarë të dojë, gjyqtari s'do t'ia ditë. Tash goli i dytë është turp për zotin, për çdo njeri që smer vesh nga futbolli, se ka lëviz këmbët. Lojtari, i ka zënë rezën, i ka bërë gjitha. Domethënë të parë. Jo te standardi gjyqtarëve. Zoti Zeka, unë bashkoj me urimin tuaj që arbitri të shërohet sa më shpejt. Po ky arbitër ansor, a duhet arbitroj më pas këtij rasti? Absolutisht po. Një ushtar i bindur që zbaton urdhrat e shefave, si s'do të po arbitruan këta, ç'a thua ti vetë. Jo, po themi në të mirë, mos të flasim, të lëmë ironit, lutem. Lëmë ironit. Ju kujtoj rastin e arbitrit që ndeshjen mes Koreas së Jugut dhe Italisë në mos gaboj në botror, i cili nuk e arbitroi më. Ngelemi shumë shpejt pa gjyqtar. Ora i vajti në burg për atë punë se u ka për trafik droge. Atëherë, jetë mirë. Rasti i dytë i ndeshjes, pra goli i dytë, në çfarë përgjegjësie ka ai arbitër? Totale. Përgjegjësi totale, domethënë, mos kapësh atë moment, është pastaj si mund të llogarisë ai centimetrat, ëh, ose momentet shumë të diskutueshme. Është gafe e arbitrit, nuk as diskutohet kjo gjë. Edhe goli i parë është i parregullshëm. Okej. Tani unë nuk e hyj që është i paguar, s'është i paguar, e bëri me qëllim se bëri me qëllim. Unë di dhe të them këtë tjetër, që as Flamurtari dhe as një skuadër tjetër nuk duhet të i hypi ose të krijohet bindje në kokë që mund bëj vetë gjyqësi. Po. Nuk jam as me këtë. Jo, do flasim edhe për veprimin e sigurisht që drejtues të Flamurtarit skuadra mund të jenë të ndinjuar me drejt apo jo, nuk e hyj kësaj çështje, po unë e shoh si njëri nga jashtë futbollit dhe unë jam kundër vetë gjyqësisë. Po vazhdojmë me vetë gjyqësi, do vazhdojmë të kemi të njëjtat probleme, do vazhdojmë të kemi do të injorojmë totalisht rregulloret. Edhe Anglia, ndeshja Anglia me Gjermaninë, u bë goli dhe nuk u quaj. Po nuk bëri njëri vetgjyqësi. Po mbritëm ke vetgjyqësia, është problem vetë. E thashë në fillim që Flamurtari me të drejtë mund të ankohet sepse golat ishin pozicion pa rregull, mund të ankohet tani sepse mund t'i përmendi Skënderbeut rastin me Gramozin kur u godit arbitri dhe ju dhan 3 pikë tavolinë, gjë që s'ndodhi tani. Por aman Flamurtarit nuk ka asnjë të drejtë të bëjë vetgjyqësi. Por aq kohë sa ka pranuar të jetë pjesë e këtij kampionati, të punojë me këtë rregullore dhe të jetë pjesë e kësaj federate. Prandaj u thashë nuk ka vetëm Skënderbeu për këtë ka të rregullat e lojës. Vazhdoj atë që tha jetë mirë më përpara që këta zotërinj asnjëri nuk ka kontestuar këto rregullore që janë. Asnjëri nuk, sepse ju interesonte ndryshimin e rregullorit që është bërë në parim, janë hequr dënimet e rënda që ka pasur rregullore me gjoba shumë të larta ekonomikisht dhe janë konvertuar në dënime me pezullim me fushë stadiume. Gjobë lart, më fal, Aurel, gjobë e lartë është për Skënderbeun dhe edhe ndëshkimi me 8 javë. Me 8 ndeshje. Hum 10 miliona lekë nga tifozët. E kuptoj për këtë, po ka pasur klube. Problemi është që ata drejtuesit e klubeve ose përfaqësuesit kur shkojnë në përmbledhje të tilla, o nuk janë specialistë, o nuk marrin vesh fare nga ajo punë dhe vetëm ngren dorën, e marrin atë draftin ose projekt rregullore dhe vetëm ngren dorën. Nuk ka asnjë rregullore të federatës e cila të jetë votuar me ndonjë vot kundra me ndonjë abstenim. Të gjitha, unë sa kam ndjekur asamble,
Të gjitha janë votuar me unanimitet. Ajo sporadika ka qenë thjesht për ndonjë batut, për të krijuar batut aty. Pas edhe polemikat. Polemikat krijohen para. Jemi te fakti. Problemi është se krijojnë polemikat dhe pastaj më gjenden një kompromis dhe pas 5 minutash e votohet në unanimitet. Domethënë, këta nuk kuptojnë një gjë, nuk kuptojnë këtë që duhet të ketë rregulla strikte. Problemi është këtu. Tu ka hyrë në një rrugë që fatkeqësisht inshallah nuk vërtetohemi, do vinë një ditë që do kemi ndonjë viktime, do themi nga na erdhi. Nuk ka nga na erdhi. Domthon tek Muhamedi shumë keq që një nga tek festa e federatës fund vitit pash një nga gjyqtarët me një shenjë të madhe këtu mund mes ballit. Me gjyqtarë që e quajmë më të mirë, që ishte rrahur në një nga ato ndeshjet që u përfolën në fund vitit. Domethënë, kemi arritur në një pikë që kur gjyqtarët dalin thjesht me ndonjë shuplak, themi se ja hodhi paq. Domethënë, është një pikë. Ja, të flasim edhe për gjykimin, se këtu kemi gjykim të dobët. Gjykimi është sepse duhet parë dhe pala tjetër. Ju kuptoj, gjykimi është i dobët, por gjykimin frenat gjykimit dhe rregullat i vënë prap klubet. Janë klubet që i bëjnë presion federatës, janë klubet që e detyrojnë federatën të mbledhë gjykimit. Por problemi është se për klubet janë mësuar që 6 muaj favorizohet një pjesë dhe ju pëlqen ai gjyqtar. Pastaj pas 6 muaj si pëlqen ai gjyqtar. Mos kalojmë te batutë e famshme të para disa vitesh, nuk do ta përmendem emrin e gjyqtarit, që i tha një drejtues i klubi i cili i revoltuar se ishte masakruar, i tha ç'am bëri, tha mos bëj kështu, i tha gjyqtari, se unë këta i kam miq. Po ç'ke ti, ndeshën tjetër jemi miq bashkë. Me qartë. Ka edhe nga këto. Në fillim fare kur thash që këtë radhë jam tifoz me Skënderbeun, këtë kisha parasysh. Që gjyqtarët në këtë radhë dëmin më të madh ja kanë bërë Skënderbeu. Nuk kishte nevojë Skënderbeu për ta mbështetur ky gjyqtar në atë mënyrë palaço. Në atë mënyrë palaço po. Gjyqtarët tanë janë gjithmonë atë. Po ti je Partizani nga kategoria. Po marrim këtë fakt. Po marrim këtë. Pra zoti Zeka thotë ky gjykimi dobët i ka bërë më keq Skënderbeut. Skënderbeut i bëri shumë dëm. I prishi imazhin, i prishi merkaton që ka bërë, i prishi investimin që ka bërë, i largoi tifozët nga stadiumi, i rrezikon trofeun seriozisht. Prandaj tash jam me Skënderbeun këtë radhë. Dhe nuk është përgjegjësia e Skënderbeut në këtë radhë, e qytetit të Korçës për fajin që ka bërë gjyqtari nga çdo indikacion. Tani vim, gjyqtari e bën këtë gjë se ka standard në gjykimin e tij, se nuk e dënon siç tha Denisi njëri, se nuk i thotë njëri do ta heq temën për gjithnjë. Sepse e kam mbështetjen sigurt nga federata, brenda familjes zgjidhen të gjitha gjërat. Nuk po them që ka marrë urdhër, nuk po abuzoj me federatën. Këtë rast siç e këshon jam shumë më korrekt dhe shumë më kujdesshëm. Po i ka bërë një dëm të pakufishëm Skënderbeut. Të humbiste Skënderbeu ndeshjen. Tani nuk interesonte kjo që ndodhi. Edhe të flasim pak edhe për gjykimin. Duke parë këto dy gola. Duke u nisur nga golat. Domethënë guxim të madh ai gjyqtari që t'i japësh atë gol, nuk besoj se gjenë. Aty gjyqtari kishte ngel të bëte gol vet, se s'ki ç'a bëte më. Të dyja golat nuk i kanë hyrë punë as Skënderbeut as drejt me të birë të dyja ato gola. Është gjëna gjithatë investim që ka bërë Korça të katandisë tani për 2 gola të tillë. Aq më tepër e thash parë që ishte një ndeshje jo determinante, ishte një ndeshje rradhe që mund shkonte ta merrte fitoren në rekord. Po këto janë ato episodet, ato detajet e vogla në raste të tilla që e ndezin benzinën. Dhe edhe pse ishim në një stadium Masnjanës, prap tifozëria u irritua dhe ndodhi ajo skena që ndodhi. Tani që unë i mëshoj asaj që thash pak më parë. Për mua peshku qelbet nga koka. Ky gjykim që bëhet në tërësi në Shqipëri vjen po për drejtimit që ka sipër në federat. Pse them që peshku qelbet nga koka? Sepse në rast se federata do kishte hyrë me kohë, edhe tek gjykimet, nuk do të kishim këtë situatë sot. Janë ato interesat që përmenda pak më parë mes asaj kupolës drejtuese të federatës dhe presidentët të klubeve. Në rastin konkret kemi të bëjmë me 2 skuadra, Flamurtari dhe Skënderbeu, që duam ne kanë ca kulisa mbrapa, ca lidhje direkte me drejtuesit e federatës. Të dyja janë skuadra që kanë përfituar nga federata fushën atë tapetin e barit, kanë përfituar ndriçimin e stadiumit. Të dyja nëse donte presidenti i federatës, për shembull, se çonte në Korçë, çonte në një stadium tjetër, e ka çuar aty, është një lloj ligjërimi. Po heq atë pjesën, nuk po hyte pjesa, nuk do të ta mendoj, edhe pse për mua është edhe kjo, nuk do të mendoj pjesën politike dhe ato konfliktin e interesave. Që është dhe në rastin konkret që është i mirëfill. Tani, një gjyqtar që shkon do të gjykojë në një ndeshje e cila acarohet për shkak të polemikave përpara nga media, nga përplasja që ka ndodhur vitin e kaluar. Por më mend vjet kemi qenë në emision dhe
tekstualisht jam shprehur. Kam qef që atë kampionat ta merrte Vlora sepse ishte më përpara, Skënderbeu të dilte i dytit, vazhdonte investimi Skënderbeu dhe këtë vit që vërtet ta meritonte ta merrte Skënderbeu. Tani Skënderbeu sa i futi këmbët vërtet për të marrë titullin, mori këtë dënimin tani dhe nuk dihet si shkon fati i saj. Çfarë ndodh me gjykimin pastaj? Është kjo pjesa që ne nuk e dim me gjykimin dhe përmendi. Arbitri kryesor mund ta anullonte vetë. E përmendi jetën pak më parë. Nuk është puna e arbitrit kryesor, më është sistemi ajo që funksionon. Ne nuk e dim çfarë ndodh me këta gjyqtarët. Domethënë, si funksionojnë këta? Tash unë kam përmendur edhe një herë tjetër kam parë kështu biseda të përgjuara të gjyqtarëve me tjerë, domethënë është të vësh duart në kokë. Tani sot ka pasur vendimet Komisionit Disiplinor asnjë vendim për gjyqtarët. Ka marrë për vendimet për gjyqtarët nuk publikohet. Tani prandaj po them ne nuk e dim çfarë ndodh me gjyqtarët. Dhe sa herë që debati i medias dhe i opinionit shkon te gjyqtarët, kam dëgjuar ata që i përfaqësojnë gjyqtarët edhe në media dhe në federatë që thonë, shiko se po na ikën këta ne s'kemi gjyqtarë të tjerë, s'kemi ku t'i gjejmë. Deri këtu shkon puna, me të njëjtin motiv është po themi është toleruar edhe arbitri që gjykoi Bylis Flamurtari sezonin e kaluar, masakër e vërtet të jenë ballsh, i coptuan. Ai arbitri vazhdon të jetë sot pjesë e sistemit gjyqtar, që ai normalisht ai la një ndeshje, domethënë ai vetëm punën e vet nuk bori aty. Në momentin që nuk bën punën tonë zotëri, duhet ikë se po marr një të ri që po e zvendçon mirë apo keq dhe ik, sepse sot ka vajtur punën, domethënë në këtë pikë që kur ndodh një incident i tillë, domethënë ti e quajtë skandal, por më nuk duhet skandale, s'është ka ndodhur kështu, është domethënë më do përbënte lajm po të kish marrë normalisht ndeshja. Që ndodhi kështu është krejt normale, po ndodh gjithandej në kampionatin tonë. Problemi për mua me gjykimet është në vimësi, sepse ata ja hedhin asaj benzinës. Ne çike kemi të nivelin e dobët të kampionatit, kemi probleme me tifozërinë për shkak të kulturës, për shkak të njerëzve që vinë në stadium, të nivelit atyre njerëzve që vinë në stadium, për shkak të mënyrës se si dhe sot kemi arritur në pikën që kur ndodhi ky rasti tani fillojnë kujtohen gjithë. Shiko, edhe Vlora para 2 vjetësh ja ka hedh Korçës, po edhe Korça ja ka hedh Peqinit, po edhe Peqini ja ka hedh Laçit dhe të gjithë atë jedhin balt njëri tjetrin. Domthonë janë sot futbolli shqiptar është në gjiriz. Është në një gjiriz të cilin media her pas here, se mos media sportive, jep shenja, jep fakte, jep argumente, nuk i çon deri në fund, nuk e shpjegoj dot pse, nuk i çon deri në fund. Her pas here bëhen tendencat, domethënë të shkundet niveli i futbollit, por thash, kemi e përmenda pak më parë, presidentin në mandatin e tretë që hit çisme dhe ka ngrënë një drejt në darkë me gjithë presidentët, me gjithë drejtuesit e klubeve. Prandaj kur miratohet rregulloria, klubet që në përgjithësi klubet shqiptare nuk kanë profesionistë, nuk kanë juristë që i përfaqësojnë. Klubet shqiptare kanë, njëri ka vënë djalin Xhaxhait, njëri ka vënë vllajin, njëri ka vënë nipin, njëri ka vënë xhajën, dhe ata po them, po të bësh një sondazh sot, ti marrësh përfaqësuesit e klubeve, t'ia u lexosh të thosh neni kaq çfarë thot, po e ditën me përjashtim të atij Shabës më mendu që ka Shkodra. Dhe vetëm në skuadrën e Shqipërisë sepse është djeg një herë, nuk marrohet me Dinamo Tbilisin. Ka bërë një ndeshje të shkëlqyer dhe u doq për një gabim protokolli që bëri Vllaznia atëherë. Atje doli 1-0 ndeshje dhe u quajt 3-1 për Dinamo Tbilisin dhe kur erdhi këtu fitoi 3-1, por nuk i hyri në punë. Domethënë, ne kemi përfaqësues klubesh, nuk vëm specialist, profesionist, njerëz që vërtet ta përfaqësojnë klubin, por me që klubin e quan ai që është sponsor apo presidenti si pronë të vetëm, dhe ai vë kujto qefi. Dhe prandaj nuk ngre njëri dorën aty. Po, ke diçka para se të lidhem me zotin Mero? Do thosha që media, unë mendoj që e ka bërë shumë mirë deri tani punën e vet. Rasti më flagrant, zoti Hoxha, është kur u ndryshua rregulloria që e përsëris prapë dhe u bë një domethënë zhurmë e madhe mediatike dhe nuk u ngrit asnjë klub. Zero. Thoshte, ore, si mund ndryshojnë rregullat e lojës mes sezonit më? Po, pse s'na pyesni më? Ose kush i bëri propozimet? Kush e bëri draftin? Jetë mirë, sipas te nuk u ngritën klubet se përfitojnë nga ato ndryshime apo për disa motive, sepse domethënë nuk janë të afta dhe domethënë janë neglizhente në këtë aspekt, sepse janë të druajtura, nuk duhet të dalin kundër të madhit. Po. Sepse mendojnë në disa raste, tregojnë domethënë edhe pak meskin kuptimin që mendojnë hasa kjo na favorizon neve sot, po nesër kur vinë në rolin atij tjetrit për disa motive. Po sigurisht që nuk kultura në përgjithësi, kultura. Atëherë do lidhem pak me zotin Mero. Zoti Mero, besoj i pat golat, nuk e di cila është përshtypja juaj së pari, ndërkohë që i shikoni kaq hapur. I pas golat
Po, i pash golat, ju ndoqa dhe me interes. Unë sot që po i shikoj më qetë, gjykoj se nuk është e gjitha ashtu si thonë specialist aty në fushë. Unë nuk jam në studio. Unë nuk jam specialist, por te goli parë, ata lojtarët e Skënderbeut kanë qenë në pozicion jashtë loje pasiv, sepse i do të shpjegoj një detaj të vogël, ka qenë goditje dënimi dhe ka qenë në krahun e majtë të portierit, kurse dy lojtarët që në pasiv në krahun e djathtë dhe jo protestoi asnjë lojtar, asnjë specialist, dhe unë sot për e parë përgjoj që ju po nxjerrni dhe golin e parë upside. Për golin e dytë keni të drejtë që ka ndikuar ai lojtar, duke i zënë deri diku ai sa e shikoj unë tani, dhe për atë kanë të drejtë, por nuk duhet të ndalemi vetëm te këto dy episode, sepse ka qenë një rast flagrant penalltie, po ju them, dhe gjyqtari po t'ishte kaq i zellshëm për të ndihmuar në thonjza Skënderbeun, nuk nxirrte karton të verdhë dhe jepte kundër Skënderbeut, po jepte penallti. Ky gjyqtar, unë mendoj edhe thashim përpara që gaboj disa herë nga ndeshje, ndoshta edhe nga presioni i kësaj ndeshje të dy ekipeve të mëdha të futbollit shqiptar në këto momente, dhe gjykoj jo shumë profesionalisht. Ky është mendimi tim personal, duke mos ndikuar as tek njëri as tek tjetri ekip, por duke bërë gabime të cilat në disa raste nuk ishin kaq thelbësore, përjashto rastin e të golit të dytë dhe të penaltisë. Të tjerat ishin goditje dënimi që mund të jepte për njërin apo tjetrin, apo kartona që mund të jepte për njërin apo tjetrin ekip. Ndërsa, përsa i përket asaj që thoni ju, unë pajtohem me atë që gjyqtarët kryesor që kanë prishur bukurinë e ndeshjes edhe tek Skënderbeu, edhe duke favorizuar, por dhe ndonjëherë duke ndëshkuar, apo dhe të ekipe tjera, unë jam koshien për këtë, por them se këtu duhet të ndikoj Federata e Futbollit për të ndërgjegjësuar se këta gjyqtarë nuk mund të tallen, as mund të abuzojnë me djersën e futbollistë. Pra, zoti Mero, me tifozëritë e qyteteve të cilat duan të mbështesin futbollin në mënyrë të bukur dhe të pastër. Nëse e kuptova sipas jush do të ishte më mirë një le të themi dënim më i rrept apo gjykim më i rrept ndaj këtyre arbitrave që bëjnë gabime kaq skandaloze apo jo? Që prishin futbollin. Po, patjetër, unë mendoj që ashtu si ndëshkohen ekipet, duhen ndëshkohen dhe gjyqtarët, dhe t'i tregohet se nuk mund të tallen ata me të gjithë këto investime të mëdha që po bëhen sot në futbollin shqiptar, dhe dyta, unë mendoj se në këto raste, ndoshta e thash dhe më parë që ndoshta duhen marrë masa jo ndëshkime kolektive apo të ndëshkosh tifozëri dhe qytete, por ndëshkime të shkaktarëve që sjellin këto pasoja. Unë ju dëgjova me interes kur thatë për në Gjermani dhe e di e kam para ndeshje, kur vjet është goditur një gjyqtar me inkarnaçe bire, por u dënua ndeshja dhe nuk u dënua ai qytet, as stadiumi me 8 ndeshje që qyteti të vdes. Korça po jeton me futboll, pritin kategori të dytë ai Gjergji. Ka pasur plot raste kur kategorinë dytë fishek, madje po them që ka ndodhur në derbin Milan-Inter, kanë erdhur shqiptarë dënuar pa tifozë. Ka qenë herë tjetër. Ka pas disa raste mos është. Ka qenë në Kelni. Po them që disa vite më parë është dënuar dhe Interi pa tifoz. Nëse mos të hyjmë kësaj bisede domethënë. Po, tani kishe diçka me zotin Mero? Është tjetër gjë, por unë them kështu. Zoti Mero, ja pak çaste ka një ndërhyrje tani dhe më pas do të kesh mundësi të replikosh. Po. Sa reale janë ato filmimet dhe rregullore. Të dy janë në rrezën e portierit në dy raste. Po. E para edhe ata ekspertët e asaj videos famshme të vinë të mundohen ta sajojnë. Ai djali që ai montazhieri që ka futur rrafët asaj videos nga ata që se ka rrezuar njëri deri tani domosdoshmë. Që ka bërë këtë montimin e kësaj situate sot, nuk besoj që ne do harim deri aty që do vëm në dyshim tani është apo s'është. Ajo është dukshëm që është, tani po ta jepte po mos e jepte, për mua nuk është thjesht ajo që e ndikoi mbi ndeshjen, të dy ai momenti i parë, sepse toleroj. Po momenti i dytë që është qartësisht. Goli 2-3 na mund të që është qartësisht. E pranoj edhe zoti Mero që është zoti Mero, unë do të domethënë isha kurioz për gjykimin tuaj, duke patur parasysh edhe si një intelektual në Korç, po edhe si një sportdashës që ndiqni vazhdimisht Skënderbeu. Si do ishte më mirë që Skënderbeu të dilte barazim atë ndeshje dhe ta humbte dhe ju t'i shikonit ato 8 ndeshjet e tjera në stadium, apo të fitonit atë ndeshje dhe të humbnit
Ngeleni pa parë 8 ndeshje tjera, se 8 ndeshje i bie gati 4 muaj. Mos duhet futboll në Korçë. Po, unë them kështu, që edhe në qoftë se goli 2 do të ishte quajtur upside, me atë lojë të bukur që po vazhdonte dhe presion që po bënte Skënderbeu, atë ndeshje do ta fitonte SES-Ben jo me dhunë, por me lojën e bukur. Dhe mua më vjen keq që ju në studio sot nuk po thoni një diçka, që Skënderbeu atë ditë e kanë poshtur në gjithë drejtimet flamurtarin. Ata e pranuan dhe Geri Çipi me ata. As nuk kemi thënë që flamurtari ishte më i mirë se Skënderbeu. Ka qenë në presion. Nuk kemi hyrë fare asaj teme, lutem. Nuk kemi thënë që flamurtari ishte më i mirë se Skënderbeu. Loja po shkonte pjesës teknike të lojës. Ne themi ç'a ndodhi. Dhe ajo që ndodhi ishte normale apo jo? Do ta mund të Skënderbeu vetëm mos e quan. Gjakos arbitri duhet ishte ndërprerë ndeshja. Jemi dakord në këtë pikë. Jo, po në futboll ka dhe një gjë. Lutem, jo një sekondë. A jemi dakord në këtë pikë? U gjakos arbitri duhet ndërprerë ndeshja. Se nuk do presin që të vdesë arbitri. Po i përgjigjem. A jemi dakord në këtë pikë? Kur godit arbitri në ndeshjen Gramosi Skënderbeu mori 3 pikë në tavolinë. Këtë herë nuk ndodhi kështu. Ashtu si kundër ju tham, derisa u godit. Të lutem, ashtu si kundër ju tham që flamurtari nuk ka absolutisht drejt të bëjë vetgjyqësi. Nuk i jep të drejtë askush flamurtarit dhe çdo skuadre tjetër apo çdo ekip të bëjë vetgjyqësi. Po zoti Gjergj ka dhe zoti Gjergj të mbaroj që mos ja jam plotësisht dakord të mbaroj. Jo vazhdo. Jam plotësisht dakord që mbas ndeshjes apo ditja e gjyqtarit ka qenë një nga episodet shumë të shëmtuara, por unë po them deri në atë minutë Skënderbeu e kanë poshtur në gjithë drejtimet flamurtarin dhe nëse nuk do ndodhte goditja e gjyqtarit, unë ju siguroj se edhe ai gol të që anulluar Skënderbeu do shënonte sepse e vurin në presion dhe gjithë loja po beshen poshtë flamurtarit. Profesor, vetëm mbaroj këtë pyetje. Pyetja ime është e tillë. Një rast i shkëputur. Kurse s'më ktheu përgjigje. Profesor, po të them që juve si do t'u interesonte se qytetari i Korçës të shikoni 8 ndeshje Skënderbeut në Korçë apo ta humnit atë ndeshje apo dilni barazim Pogradec? Kë do vini një peshore. Domethënë jeni dënuar 8 ndeshje për një barazim. Po e quajmë barazim se ishte 1-1 ndeshje. Unë, por çdo sportdashës nga Korça do thoshte më mirë le të kishte dhe humbje se sa kjo që të dënohet, dhe nuk është vetëm ajo që dënohet ekipi që si vjet mundet të mos marrë dot trofet, por ndëshkohet një qytet i tërë, një mas sportdashësis që po e mbështesnin dhe po e inkurajonin vazhdimisht Skënderbeun. Kjo nuk shkon. Për këtë them se duhet të ishte parë më ndryshe dhe masa që u mor nga federatë. Zoti Gjergji, keni një mundësi se mbas 4 javësh do përcjellje të mirë, do ulet, do kthehet pagesë gjoba, kjo është e sigurt, jeni sigurt. Pyetja ime është kjo. Duke qenë se ju njoh shumë mirë, jemi dhe personalisht. Në sa ndeshje në historinë botërore ka që ekipi futbolli në ndryshim nga sportet e tjera nuk fiton gjithmonë më i miri, gjithmonë ai që luan mirë. Ne mbajmë mira ndeshje që skuadra luan 90 minuta në portën kundërshtare dhe merr një gol dhe humbet. Nuk është kjo në një dëshmi juaja që më bën mua më ngrohtë që thoni që ishte shumë mirë gjithë drejtimet Skënderbeu dhe duhet të fitonte. Në futboll nuk fiton ai që luan mirë, ai që sulmon gjithkohon dhe prandaj këtu mos kaloni në përfundime të tilla. Tu kemi një gjyqtari në mënyrë të qëllimshme ka shkatruar Skënderbeun. I ka dhënë një imazh të shëmtuar futbollit. Na ka larguar nga stadiumi, ne nuk vemi më në stadium se kemi frikë edhe në korridor që thoni ju. Është shacaruar Muça. Është goditur me ai zëvendës trajneri juaj me lojtarë të Vlorës. Janë akuzuar lojtarët prapë si në ndeshjen e kaluar. Pra konfrontime ka pasur dhe në tunel të pakta që ju ndoshta si keni parë, s'mani përgjegjësi, po ato që ka dhënë gazeta do ver Korça në Vlorë. 2 qytete po bën armiq kot së koti. 2 qytete po shkatrojnë Gjergji. Ky është problemi. Ju kemi frikë vim Korçë, keni frikë venin Vlorë tani. Ky është problemi. Problemi këtu s'është ana teknike të ndeshjes, si vajti, don kush është më i mirë, prandaj ne syjm kësaj. Problemi është sepse do luhet ndeshja në Vlorë, mund të shkojë gjyqtari më i mirë ose një gjyqtar thjesht, ta mbaj shumë mirë atë ndeshje. Në një rast ndodh është njerëzore, mund të gaboj për 1 centimetër dhe mund të ketë drejt dhe hajde mbaje pastaj një stadium të tërë, duhet mblidhet gjithë policia e Vlorës aty. Nëse dëmtohet jo vetëm Skënderbeu, do vinë tifoza nga Korça. Zoti Pepa, për ta përmbledhur kemi një futboll të paragjykuar sot. Kemi një futboll të paragjykuar. Se kemi folur për ndeshjet e trukuara. Para mos harën, para 2-3 javësh ne po flisim për ndeshjet e trukuara. Kishim një problem shumë madh për dosjen 1 dhe dosjen 2 të UEFA-s. Tani nga trukimi kalon te dhuna. Tani nuk e di se ku do dalim tjetër javës tjetër, nuk ka një problem. Zoti Mero, po ta mbyll Zoti Mero dhe më pas. Kemi një futboll paragjykuar sot, ju si tifoz besoj nga ju thosha unë
dua t'ju them vetëm një fakt. Unë nuk po them se duhet ta fitonte patjetër Skënderbeu, por po them nuk më keni kuptuar që rrjedha e lojës po shkonte drejt një goli që mund të ndodhte ose mund të drejt kishte përfunduar dhe 1-0 për Vlorën. Kjo është ashtu si tha zoti Zeka, nuk është e thënë të lozësh bukur dhe të fitosh. Por loja këtë ju siguroj, jo vetëm në fush, por dhe në tunel, dhe në dhomat e zhveshjes, lojtarët kanë shkuar për qafe me njëri tjetrin dhe nuk ka ndodhur asnjë konfrontim as me lojtarët, as me ata shoqëruesit e ekipit e tjera, përveç se rastit që thatë të dy trajnerëve, e cila ishte një gjë që thash ndodhi pas goditjes gjyqtarit. Pra, këtë radhë ne kemi parë një futboll të pastër, nuk ka pasur si ndeshjet e tjera konfrontim midis ekipeve, midis tifozërive e tjera. Unë mendoj dhe besoj kemi një fair play të vërtetë dhe të bashkohemi midis tifozërive, nuk ka çfarë na ndan. Faleminderit zoti Mero edhe për këtë apel, publicitet dhe më pas rikthehemi me pjesën e fundit të emisionit. Jo, si që. Dhunën e Egjipt thash po s'dolim kohë se jam të fut fare. Po, është do gjykojnë flamurtarin tani. Se pritë edhe se është janë çunat që lën topin.